Në kuadër të ditës ndërkombëtare të autizmit, pranë qendrës terapeutike për fëmijët në Gjirokastër është zhvilluar një aktivitet sensibilizues, ku prindër, specialistë dhe fëmijë u bashkuan për të përcjellë mesazhin e pranimit dhe mbështetjes për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Është një ditë e rëndësishme për të rritur ndërgjegjësimin, ndaj dhe i bëjmë këto aktivitete këtu në qendër, që të themi që qëllimi i kësaj dite është tek promovimi i këtyre fëmijëve dhe në fund të themi që promovimi është të falim dashuri dhe ata ti kemi të pranueshëm midis nesh. Në qendrën tonë këto aktivitete zhvillohen pothuajse çdo vit, por nuk kemi aktivitet vetëm në datën 2, që është 2 prilli. E kemi gjithë muajin prill, e quajmë muajin e sensibilizimit. Pranë kësaj qendre marrin ndihmën e nevojshme rreth 70 fëmijë nga i gjithë qarku, të cilët ndjekin terapi të personalizuara me qëllim përmirësimin e aftësive të tyre komunikative, sociale dhe të pavarësisë. Sot që flasim, neve kemi 70 fëmijë në qendër që marrin terapi ditore ditë për ditë. Qendra tonë ka një staf prej 14 vetash, në të cilën kemi 2 logopede, 2 psikologë dhe pjesën tjetër e kemi terapiste e zhvillimi. Një apel të rëndësishëm që do kisha unë për prindrit, ishte që nëse shikojnë diçka që nuk shkon tek fëmijët e tyre, të vinë pranë qendrës tonë, neve jemi këtu për të ndihmuar ata. Aktiviteti synoi të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat dhe nevojat e tyre, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes sociale dhe trajtimit të specializuar.